Në një takim me studentët e mjekësisë, kryeministri Sali Berisha deklaroi se shëndetësia shqiptare ka përjetuar degradimin më të madh në 4 vitet e fundit, duke krahasuar situatën në vitet 60. Ai theksoi se vendi ndodhet në një rrokullisje të thellë sociale dhe ekonomike ku mungesa e mjekëve, emigrimi masiv i të rinjve dhe rritja e kostove të jetesës kanë përkeqësuar ndjeshëm jetën e qytetarëve. Sipas tij, spitalet vuajnë nga mungesa e personelit dhe aparaturave, ndërsa pensionistët e familjet në nevojë ndodhen përballë një varfërie ekstreme. Sot ne kemi mjek 4 herë më pak se mesatarja e Bashkimit Evropian. Në vitin 2013 ne kishim një mjek për 600 banor, sot kemi një mjek për 1100 banor. Bashkimi Evropian ka një mjek për 300-350 banor. Berisha akuzoi qeverinë për abuzime me fondet publike duke përmendur 500 milionë euro të shpërdoruara gjatë pandemisë së Covid-19. Deklaroi se shqiptarët paguajnë 820 milionë euro nga xhepi për kujdesin shëndetësor. Ai përmendi ndërprerjen e analizave në spitale si pasojë e koncesioneve korruptive dhe denoncoi mungesën e ilaçeve bazë në spitalet publike. Sipas tij, situata është e barazvlefshme me krime kundër njerëzimit dhe përgjegjës janë drejtuesit politik dhe jo mjekët. Nuk ka udhëtim drejt Europës me standardet më të ulta, me standarde të 56 viteve më parë, të 65 viteve më parë, më falni, të numrit të mjekëve për popullatën. Shqipëria, shteti, nuk disponon një PET scanner. 3 akseleratorët janë që u morën 2013 janë të 3 jashtë funksioni. Jo se nuk rregullohen, por se mafja, armikja më e egër e bluzave të bardha dhe të smurve. Kjo mafje nuk i rregullon ato, sepse donë që shqiptarë të shkojnë të paguajnë tek privati. Në platformën e tij Berisha premtoi dyfishim të buxhetit për shëndetësinë dhe arsimin, rritje të ndjeshme të pagave për mjekët, infermierët dhe mësuesit, si dhe hapjen e një fakulteti të ri mjekësie për të frenuar shterimin e personelit. Ai gjithashtu garantoi studentëve se ligji i qeverisë aktuale do të anulohet dhe se do zbatohet pik për pik pakti për universitetin e vitit 2018, duke theksuar nevojën për rikthim të dinjitetit në arsimin dhe kujdesin shëndetësor publik.